Shpresat për Erion Veliajn për të liruar nga qelia, duke se u shuan pas seancës së fundit gjyqësore, ku ai kërkoi lirinë, por ju refuzua. Sigurisht, për Veliajn është e vështirë që ta shohë veten në rënien pikjat nga maja piramidës, ku ai qëndronte si numri 1 i Bashkisë së Tiranës. E në këto ditë të vështira për të, duket se i kthyen shpinën, shok, miq dhe njerëz që ai i mbante pas vetes si më të besuarit e tij. Larg pushtetit, duket se Veliajn nuk po e përkrajnë më as bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë. Por ajo që është më trishtuese për kryebashkiakun është ndarja nga familja, sidomos nga i biri, që këtë vit ka shkuar në klasë të parë. Burime pranë ambienteve të burgut në Durrës bëj me dije se Veliaj kishte kërkuar në mënyrë të përsëritur një takim me djalin e tij. Por ajo që nuk duhet të kuptonte kurse si djali i ish kryebashkiakut ishte se ai nuk duhet të kuptonte që i ati ishte në burg, dhe për këtë u zgjodh një dhomë e veçantë në burg, u zbukurua me lule dhe personazhe filmash vizatimor dhe ishte pikërisht ky ambienti që Veliaj takoi të birin dhe u shmall me të. Burime brenda burgut bën me dije se ky ambient i dha përshtypjen të birit se babai i tij përkohësisht po qëndronte në një vend të bukur e të qetë. Sot Veliaj ka 2 fjalë për të birin dhe i ka dërguar një mesazh ku i kërkon publikisht falje. Në një postim në rrjetet sociale, ai publikoi një foto me të birin ku shkroi: "Gëzuar ditëlindjen biri im. Ndjes, nuk të përqafoj dot sot. Po ju, çfarë mendoni për kryebashkiakun? Është vendimi i duhur lënia e tij në burg apo jo? Për më shumë, mund të na lini komentin tuaj poshtë videos."